Po thuaj se gati 90 ditë brenda shtëpisë me gjitha ngjyrat të tua. Qoftë edhe ato më të mirat, po edhe ndër më të errtat. Sot vje këtu para nesh me votën e publikut, si eliminuari, shkaku i gjitha atyre gjërave të cilat kanë dalë. Me dashje apo pa dashje, tonë të gjendemi këtu. Ju falenderoj gjithëve. Inshallah fiton më i miri. Kjo ka rëndësi. Donjëherë presioni mall, lajme që kanë dalë jashtë për mua, nuk mujt ati të Për jenë. cilat lajme e ki fjallën? Posaçërisht ku më kanë prekur për kinë se kam një fëmijë të armiku. Ajo s'qaru, labi. Po nuk e qaru, po aty ke pas më kanë edhe kapur gruan e non-stop. cila ka ardhur dhe Kërkoj ka tregu djes, që gjithçka është në Dini, rregull. aty më kanë kapur gjithmonë dhe sigurisht edhe une më kanë gjetur disa pikë të dobta. Edhe unë kam besu shumë kohën e fundit të lundrimi, të Klodi, edhe më duket që Benita e arriti me më penalizu, me më qitë për taktit, për vetit. Sigurisht që unë personalisht nga zemra i falenderoj gjithë. Në të fiton Klodi, nga zemra ja uroj sepse është djalë shumë i kulturuar. Një sekundë. Inshallah në të fiton Klodi, po më shumë kam dëshirë të fiton Ludo. Dimova, ta kujtova. Të dy Ta do kujtova thot. Ludon. Shikoni. Se the unë do e shkri pasurinë që të fitoj Ludo. Më fal. Tani thu Klodi. Dëgjoj. Unë e them kështu që Klodi ka kulturë, ka artikulim, ka edukat të papame. Po më duket që ata dy e shfrytëzojnë shumë.